to not judge yourself, to be free, to follow your art and to be your own muse in the end of the day, and authentic. An important lesson for me was that even in things that you do not like, it is worth engaging with them because you learn to have even more faith in the things that you do like. It's way clearer to you what you will end up wanting to choose in life. I'd say challenging. Mirë se erdhët në Gjurmë në Pjatë. Për sa i përket eksperiencës sime të kësaj ekspozite të quajtur me këtë emër Gjurmë në Pjatë, do të thoya që është një eksperiencë sfiduese. Pse? Sepse brenda një jave ne arritëm që të mësonim dhe të zhvillonim disa aftësi nga mentorët tona. Worth it. Meeting new artists who have new interests which don't match with mine was certainly interesting, and going into art without much expectations and blending my taste with others was the most valuable thing I encountered here. Transformuese. Gjëja më e vlerë është që ti besoj procesit. Gjithë puna që është zhvilluar ka qenë si pasojë një procesi të gjatë ku nisëm një ide fillestare krejt ndryshe nga realizimi i tanishëm dhe duke qenë se nga ideja fillestare u transformua shumë, mësova që procesi ishte shumë i rëndësishëm. I'd say group participation and working with each other in just a short period of time. Të tregojmë realistin nga ky workshop kam mësuar goxha në fakt dhe pash dhe një anë timen që se kisha parë më përpara, që është të punoja me bojën i zezë në mënyra të ndryshme dhe në dyne të ndryshme. This workshop has solidified in me the idea that beauty is supreme when it comes to art and music. It must be present. It is something that is what makes art something so elevated and so important to humanity. It was a bit surprising by the way that we started the workshop. I'm especially in music, and our mentor had a really special way of explaining music, so it was a very new experience for me in that case. I've always been a perfectionist when it comes to art, but here I discovered that it's more of a process and you have to trust the process to create something nice. Për sa i përket gjës më me vlerë që kam mësuar është bashkëpunimi midis njëri tjetrin, fryma bashkëpunuese. Të gjithë të gatshëm për të ndihmuar njëri tjetrin dhe në kohë rekord. Be present, tune in the nature, one step at a time, enjoy the company, the people. Life is worth living through art. Mendoj që ka qenë një workshop që ka qenë shumë produktiv dhe si thash përpara pash një anë time ndryshe, por doja sugjeroja edhe shumë të tjerëve që të merrnin pjesë në workshope të tilla, që të shikonin ndoshta më shumë nga vetja, ndoshta ndonjë gjë që nuk e kanë vërejtur më përpara, dhe thjesht të ishin më ekspresiv dhe just do it, just be part of it. Well, I met two amazing local musicians, which I for sure keep in touch with. I met a lot of people here with different backgrounds from different arts, and I'm so grateful about all the experience. They made a wonderful time in the end of the day. The kinds of friendships I made, I had the luck here for the music workshop in particular. I met a couple of great musicians and very nice people to hang around with. One of them is right behind the camera. And it was really the highlight of the workshop for me was being able to meet these people, which was definitely, without them, it would not even been even remotely the same thing. It would have been totally different. Duke qenë se shumica këtu janë artistë, vim po nga njëjti institucion arti si Universiteti i Arteve, pak a shumë njiheshim dhe nga përpara, por këtu kemi arritur ta njohim njëri tjetrin pak më shumë dhe ta njohim botë kuptimin edhe gjithashtu ta afrohemi edhe më shumë si media të ndryshme që funksionojnë brenda një universiteti. It's a great one, I'd say. We have created kind of a band with each other. Në këtë workshop, përveç nga muzika edhe nga arti vizual, kemi patur goxha një skuadër do e quaja shumë bashkëpunuese, se arti këtë ka të mirë, nëse nuk ke një komunitet shumë dashamirës, nuk mund të shkojë më mirë. Kështu që edhe këtu e gjetëm. I think that the best advice for everybody, because there's people of different levels of professionalism or how well they are into their art career, stuff like that. I think something that is generally true for everybody for this type of workshop is you have to come here and try to make friends. I think that's the best thing that you can do here and something that will be beneficial and nice for everybody, regardless of where they are in their art journey or musical journey, is to come here and try to make friends.
I mean, it was an amazing opportunity. The venue is amazing, surrounded by nature, where you get 1 week to delve into this secluded place and truly make something artistic and nice. So please join. Stop scrolling, be brave, and applicate to the workshop Tirana. I would say it's a great experience, and I would recommend it to every new artist and every underrated new artist that want to take their works further and have a great experience with other new artists also. Si që në fillim që e pata me dëmendje, ju mos e keni me dëmendje, kështu që thjesht aplikoni, sa më shpejt ju jepet mundësia, mos më nisni asnjëherë në workshop, se në workshop të bësh kurrë një gabim. Do ishte që të provonte sa më shumë çdo eksperiencë dhe çdo mundësi që i jepet për të zhvilluar profesionalisht, për të promovuar veten dhe për të marrë një eksperiencë. Së pari të ketë dëshirën për të punuar dhe së dyti të shfaqet talentin e tij, nëse ka dëshirë dhe vullnet, çdo gjë do të harrijë.